Veprat e 3 artistëve kosovar, pjesë nga koleksioni i artit të Rasim Mërlakut, janë ekspozuar të hënën më 6 tetor në qendrën Ulpiana Art Center në Prishtinë. Në këtë ekspozitë grupore janë prezantuar veprat e Jakub Ferrit, Jeton Gusis dhe Arjan Berishës. Koleksionuesi Mërlaku ka thënë se koleksionimin e veprave të artit e ka nisur në vitin 2000. Në koleksionin e tij ka qindra vepra të artistëve shqiptar të gjeneratave të ndryshme. Vepra e parë e koleksionit të tij është një vepër e Angel Berishës. Unë kom fillu shumë herët, 99-2000, fillu i blej punimet e para, ndikimin tem të one realisht, për piktura ka pas mutra, e cila dhe e dënë shumë artin edhe pikturat, edhe prej aty kom fillu dikur 99-2000 me marrë punimet e para. Mas pare artin nuk e një po e du, nuk kisha guxu me thonë as me jap një farë kritike për lidhje me artin, është thjesht dashnia e jam edhe pasioni jam për artin edhe për pikturën edhe për shtu që më pëlqen, dhe kur e shoh një pikturë veç ma jap një ndjenjë ose nuk ma jap një ndjenjë. Edhe qaja që ma jap qatë ndjenjë për mu është e mirë, qaja që s'ma jap qatë ndjenjë ose pret ma vunë kur të vjen koha ose dësh me vazhdu tutje. Unë kam prej shumicës pikturëve kosovar, kam vepra edhe të Shqipërisë, po mendoj kam vepra prej gjithëve pak a shumë, edhe përmend Ibrahim Kodrën, po edhe Muslim Ulliqin, edhe Angel Berishën, edhe Adem Kastratin, edhe Hamdi Bardhin, edhe shumë artista që tashmë dikojnë mos më mbron me emrin për momentin, po që nuk është më pak i rëndësishëm se këta që i përmena. Gazmende Jupi, kuratori Ulpiana Art Center, tha se ekspozita prezanton 3 artist, veprat e të cilëve kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Për neve është më rëndësi pikturat interpretimi i kohave, sikur që është Jakub Ferri, Jeton Gusia. Është një traditë kur ka fillu si lloj ilustrimi më shëndru pikturë, pra si skicim i shëndru pikturë, mi po qasja e pikturës të Jetonit është jeta e përditshme. Qasja e Jakubit është loj, kurse punimet e Arjanit janë një ekspresionizëm shumë i guximshëm në atë kohë, viteve 2000 deri në 2005 para se me ndru jetë. Kështu që unë besoj që kanë lidhshmëri secila njëra me tjetrën, sa i përket guximshmërisë të punimit të pikturës. Janës tradicionale që kemi pas me pituru një objekt still tonight, mi po është interpretu koha. Ekspozita grupore me veprat e krijuesve nga koleksioni i artit i Rasim Mërlakut mbyll trilogjin Komunikimi me komunitetin e përbër prej 3 ekspozitash. Kjo ekspozit do të qëndrojë e hapur deri më 10 tetor. Trilogjia e ekspozitave Komunikim me komunitetin është përgatitur nga Prishtina Bienale.